Shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare shpallur edhe këtë vit kandidat për çmimin Nobel në letërsi, ndërsa deri më 10 tetor janë shpallur datat dhe një pjesë e çmimeve Nobel në fushat e tjera. Akademia Suedeze njofton shkurt se çmimi Nobel për letërsi do t'jepet më vonë. Ndërkohë, faqet e specializuara britanike të bastave e kanë radhitur shkrimtarin shqiptar në mesin e 5 më të preferuarve për vitin 2016. Janë po këto lista që një vit më parë kishin radhitur në vendin e 4 fituesin e Nobelit 2015, Svetlana Aleksievich, deri në atë kohë një emër jo shumë i njohur botërisht. Në krye të listës, ashtu si në vitin e kaluar, është shkrimtari japonez Haruki Murakami. Ai ndishet në këtë listë nga Adonis, poet sirian që jeton në Paris. Në vendin e 3 vjen Ngugi wa Thiong'o dhe i 4-ti është Philip Roth. Edhe ky një kandidat që prej vitesh është në krye të listës Led Brooks. I 5-ti renditet Ismail Kadare, i cili një vit më parë renditej i 7-ti. Nuk dihet se kur Akademia Suedeze do të shpall datën e ndarjes së çmimit Nobel në letërsi, ndërkohë shpresat për Kadaren po shtohen, sepse nga viti në vit vjen duke u ngushtuar edhe fusha e rivalitetit. Ismail Kadare deri më sot është nderuar me disa nga çmimet më prestigjioze në botë për letërsinë, si Man Booker Prize e më gjërë. Pavarësisht kësaj liste në mediat botërore, komentet se kush do ta fitojë Nobelin sillen rreth 3 kandidatëve: Haruki Murakami, Adonis dhe Ismail Kadare.